Shpesh ne harrojmë se Zoti flet me ne përmes gjërave më të thjeshta. Një shenjë mund të jetë diçka që duket e vogël, një ndjesi brenda, një ëndër, një takim i rastësishëm ose një fjalë që prek zemrën tuaj. Kur jeni të qetë dhe të hapur, mund të dalloni praninë e tij të shenjtë dhe udhëzimet që ai ka për jetën tuaj. Shenjat shpesh vijnë në forma që nuk i prisni. Një zog që fluturon pranë jush në momentin e duhur, një lule që hapet përpara syve tuaj, apo një tingull i qetë që mbush dhomën. Zoti përdor natyrën dhe botën për të komunikuar, dhe vetëm ata që vëzhgojnë me kujdes mund të kuptojnë mesazhin. Disa shenja janë të lidhura me ndjenja të brendshme. Një ndjesi paqësore, një ngrohtësi brenda zemrës, ose një qetësi që ju mbush menjëherë. Kur ndjeni këtë paqe, e dini se Zoti është pranë jush dhe po ju drejton drejt asaj që është e mirë për shpirtin tuaj. Ëndrat janë një tjetër mënyrë me të cilën Zoti fet. Një ëndër që mbetet në mendjen tuaj, e gjallë dhe e fuqishme, mund të jetë një udhëzim ose paralajmërim. Mos e injoroni këtë shenjë. Mbani mend detajet dhe reflektoni mbi mesazhin që mund të ketë për jetën tuaj. Disa njerëz janë shenja të Zotit në jetën tonë. Një fjalë e thënë në kohën e duhur, një ndihmë e papritur apo një përqafim i sinqert mund të jenë mjetet që ai përdor për të na udhëhequr. Vini re këto momente dhe jini mirënjohës për praninë e tij. Shpesh shenjat vijnë kur nuk i presim. Një mesazh në një libër, një frazë në rrugë, apo një ndjenjë brenda shpirtit tuaj. Kur jeni të vëmendshëm, mund të dalloni udhëzimin hyjnor dhe të kuptoni se Zoti është duke ju drejtuar në rrugën e duhur. Ndonjëherë shenjat vijnë përmes ngjarjeve të vogla që ndryshojnë jetën tuaj. Një takim i rastësishëm, një mundësi që shfaqet në momentin e duhur, ose një ndihmë e papritur që ju shpihet drejt diçkaje të madhe. Zoti flet përmes botës dhe njerëzve rreth nesh. Shenjat shpesh lidhen me besimin dhe durimin. Kur pritja është e gjatë dhe gjërat nuk shkojnë sipas planit, një ndjesi brenda shpirtit mund t'ju tregojë se gjithçka është në vendin e duhur. Mësoni të dëgjoni atë zë të brendshëm, që flet qetësisht. Një shenjë mund të jetë gjithashtu një ndjesi e fuqishme e paqes brenda zemrës. Kur e ndjeni këtë paqe, është një kujtesë se Zoti është pranë dhe çdo vendim apo hap që merrni është mbështetur nga drita e tij. Mos nënvlerësoni simbolizmat e thjeshta. Një shpend, një lule, një rrezë dielli që prek fytyrën tuaj. Këto janë mesazhe të qarta që Zoti përdor për të komunikuar pa folur drejt për drejt. Vini re, shikoni me kujdes dhe falenderojeni praninë e tij. Shenjat mund të jenë edhe në forma të ndjenja të lehta që na udhëheqin. Një ngrohtësi në zemër, një qetësi që mbush shpirtin, një buzëqeshje që ndriçon ditën tuaj. Kur i ndjeni këto, e dini që Zoti po flet me ju. Ndonjëherë shenjat janë udhëzime të drejtë për drejta. Një ndjenjë brenda shpirtit që ju thot bëje këtë apo mos e bëj këtë. Kur mësoni të besoni në këtë intuit, do të dalloni rrugën që Zoti ka për ju. Kur luteni dhe kërkoni drejtim, shenjat bëhen më të qarta. Zoti ju përgjigjet në mënyra që vetëm ju mund të kuptoni. Një mesazh, një ëndër, një ndjesi e brendshme. Merrni kohë të dëgjoni dhe të pranoni këtë udhëzim. Shenjat nuk janë gjithmonë të menjëhershme. Ndonjëherë kërkojnë vëmendje, reflektim dhe durim. Kur kuptoni këtë, çdo ngjarje në jetën tuaj fillon të duket si pjesë e një plani më të madh, udhëhequr nga drita hyjnore. Kur ndiqni shenjat, filloni të kuptoni se çdo moment i jetës është i mbushur me udhëzim dhe dashuri hyjnore. Edhe sfidat dhe vështirësitë bëhen pjesë e mësimeve që Zoti dëshiron t'ju jap. Shenjat shpesh janë të lidhura me njerëzit që takojmë. Një fjalë e thënë në kohën e duhur, një buzëqeshje që ndryshon ditën tuaj, ose një dorë që ju mbështet kur keni nevojë. Këto janë udhëzime të qarta nga Zoti. Mos harroni të shikoni përtej asaj që duket. Një shenjë mund të jetë një simbol i thjeshtë që vetëm ju e kuptoni. Kur jeni të hapur dhe të vëmendshëm, çdo që e vogël mund të jetë mesazhi i Zotit. Shenjat shpesh vijnë kur mendja dhe zemra janë të qeta. Kur frenoni zhurmën e brendshme dhe dëgjoni me kujdes,
çdo ndjenjë dhe ngjarje merr kuptim. Kjo është mënyra e Zotit për t'ju folur pa fjalë. Një shenjë mund të jetë një ndjesi e gëzimit të papritur, një qetësi që mbush shpirtin, ose një dritë që prek sytë tuaj në një moment të veçantë. Kur e pranoni këtë, e dini që Zoti është pranë. Mos i injoroni ndjenjat që ju shoqërojnë në momente të qeta. Një ndjesi e brendshme, një paqe që ju mbush menjëherë, është një nga shenjat më të qarta që Zoti flet me ju. Shenjat shpesh përdorin natyrën për të komunikuar. Një zog, një lule, një rrezë dielli, një erë e lehtë. Kur i shikoni me zemër të hapur, kuptoni mesazhin e shenjtë. Ndonjëherë shenjat janë të thjeshta dhe të qarta, por ne shpesh nuk i shohim sepse zemra është e zënë me gjëra të tjera. Kur përqendroheni, çdo detaj i vogël mund të jetë udhëzim hyjnor. Shenjat nuk janë gjithmonë të menjëhershme. Ato kërkojnë vëmendje dhe reflektim. Kur kuptoni këtë, çdo ngjarje dhe person i jetën tuaj bëhet pjesë e planit të Zotit. Kur ndiqni shenjat, filloni të kuptoni se çdo moment i jetës është i mbushur me dashuri dhe udhëzim hyjnor. Madje edhe sfidat e vogla bën pjesë e mësimeve të Zotit. Pranoni çdo shenjë, çdo ndjesi dhe çdo moment si mesazh të qartë nga Zoti. Besoni, falenderoni dhe ndiqni dritën e Tij. Në këtë mënyrë, zemra juaj do të jetë gjithmonë e qetë dhe e mbrojtur.